Rruga në të cilën jemi aktualisht është rruga Dënshtje-Fënkurti në Prishtinë. Një pjesë e kësaj rruge është shambur me datë 29 mars 2026 në orët e pasdites, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Sot rreth 24 orë më vonë, kjo rrugë është mbushur me dhë. Ekipet të cilat kanë qenë dhe kanë punuar deri në orën 6 të mëngjesit i kanë thënë ekipit të kallëzo.com se gjatë natës ata janë munduar që të sanojnë të paktën gjysmën e dëmit i cili është shkaktuar. Pamjet e cilat po i ndeshni tregojnë shambjen e kësaj rruge, ndërsa pas pranimit të informacionit, ekipet e policisë së Kosovës, zyrtar komunal e edhe inspeksioni kanë dalë në vendin e ngjarjes. Kryetari i kryeqytetit Përparim Rama të dielën në mbrëmje njoftoi se është kërkuar pezullim nga puna e inspektorëve që ishin të përfshirë në fushën e inspektimit për ndërtimet që ishin duke u kryer në këtë pjesë dhe kërkoi hetim nga prokuroria në lidhje me mundësinë e lëshimeve. Përveç hetimit nga prokuroria, Përparim Rama tha se ka kërkuar edhe një hetim të brendshëm për të verifikuar raportet e inspektimit, frekuencën e kontrolleve në terren dhe për të identifikuar çdo lëshim, neglizhencë apo shkelje të mundshme të detyrës dhe në rast se këto konfirmohen, ai u zotua se do të largojë nga puna përgjithësit dhe do t'i ndjek penalisht. Për shkak të shambjes, 7 rrugë të lagjës Veternik kanë mbetur pa ujë dhe një pjesë e kryeqytetit pa energji elektrike. Kompania rajonale e ujësillësit Prishtina ka njoftuar se për shkak të shambjes është dëmtuar edhe rrjeti i ujësillësit dhe është ndërprer uji në rrugët Mehmet Shpendi, Bislem Islami, Dënshtje-Fënkurti, Kire, Agim Prodani, Ymer Bytyqi dhe Visar Thaqi. Edhe operatori i sistemit, tregut dhe transmisionit të energjisë në Kosovë, KOST, ka njoftuar se si pasojë e shambjes së dheut në lagjën Veternik të Prishtinës janë shkaktuar dëme në infrastrukturë dhe është prekur edhe rrjeti transmetues në nivelin 110 kW. Nga punëtorët e cilët janë në vendin e ngjarjes, kallëzo.com ka marrë vesh se tashmë energjia elektrike, por edhe uji janë rikthyer tek këto lagje. Drejtori i investimeve kapitale Sokol Havolli ka konfirmuar të dielën me 29 mars se në afërsi të këtij vendi ishte duke u ndërtuar një objekt. Sipas tij, pilotat mbrojtës të objektit kanë dështuar dhe është kriju hapësira pikërisht këtu te gropa e ndërtimit. Si rezultat i rënimit të pilotave ka ndodhur edhe rrëshqitja e dheut dhe është prishur rruga. Shambja e rrugës dhe krijimi i situatës së rrezikshme në atë perimetër ngjalli edhe reagime të shumta. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Gzim Sveçla, tha se deri te shambja e dheut erdhi për shkak të situatës së krijuar me ndërtimet, që sipas tij janë pa kontroll e lehtë ndërtimore pa standarde. Ngjashëm reagoi edhe Ministra e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli. Ajo ka shkruar se kjo situatë ka ndodhur si pasojë e neglizhimit të standardeve të ndërtimit. Në anën tjetër, Prokuroria e Prishtinës ka njoftuar se ka iniciuar rast ndaj disa zyrtarëve komunal përgjagjës në lidhje me shambjen e rrugës Dënshtje-Fënkurti në Prishtinë, me qëllim verifikimin nëse veprimet apo mosveprimet e tyre përbëjnë elemente të përgjegjësisë penale për kryerjen e veprës penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Gjithashtu, Prokuroria themelore në Prishtinë ka iniciuar hetim për veprën penale shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, si dhe ka intervistuar përgjegjësin e kompanisë që po kryente ndërtime. Nga koha kur nisi shambja e dheut deri më tani kanë kaluar më shumë se 20 orë. Policia po vazhdon të mbajë perimetrin e siguruar, ndërsa gjysma e gropës së krijuar nga shambja është mbuluar. Ekipet kanë punuar deri në orën 6 të mëngjesit për të sanuar problemet dhe dëmet e shkaktuara nga shambja e rrugës.